I nderuar kryetari i Kuvendit, i nderuar kryeministër, të nderuar miq të këtushëm dhe nga Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias. Duke përgëzuar Kuvendin e Shqipërisë për organizimin e kësaj konference, do doja ta filloja fjalën time duke thënë se një gjykatë kushtetuese që nuk guxon është thjesht dekor institucional. Ky është mësimi i 30 viteve të partneritetit tonë me institucionet europiane. Të drejtat e njerëzit nuk janë një ideologji apo një sistem mendimesh abstrakte. Ato janë pjesë e pandare e qenies sonë, të cilat marrin kuptim vetëm kur përkthehen në veprime konkrete dhe zbatohen nga gjitha institucionet shtetërore. Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit është një dokument unik që pasqyron vlerat themelore të demokracisë evropiane. Si akti i parë i Këshillit të Evropës për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit, ajo është kthyer në trashëgiminë tonë sepse afirmon përkushtimin e përbashkët për lirinë dhe dinjitetin njerëzor. Në vitin 1995, Shqipëria u bë anëtare e Këshillit të Evropës dhe vetëm një vit më vonë ne ratifikuam Konventën Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Ky ishte një akt politik dhe juridik me peshë historike që tregoi angazhimin ton për të ndërtuar një shoqëri të bazuar mbi studimimin e ligjit dhe të drejtat themelore të njerëzit. Nga aktet e para konkrete në këtë drejtim ishte shfuqizimi i dënimit me vdekje si i papajtueshëm me kushtetutën dhe me vlerat e konventës. Një vendim i rëndësishëm i gjykatës kushtetuese që plotësoi dhe një angazhim juridik dhe politik të shtetit shqiptar. Kushtetuta shqiptare e thret drejt për së drejti dhe e bën pjesë të saj të brendshme konventën, jo vetëm për shkak të epërsisë së saj në të drejtën e brendshme ndaj ligjeve që bien ndesh me të, por sepse lidhur me kufizimin e të drejtave dhe lirive themelore, ajo barazohet me vetë kushtetutën, e cila parashikon se këto kufizime në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë ato që ka parashikuar konventa. Këtu vlen të përmendet se jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit nuk është fakultative apo thjesht orientuese. Ajo është në fakt detyruese. Ajo përbën një burim të drejtë për drejtë të së drejtës dhe nuk mund të anashkalohet nga asnjë institucioni i pushteteve të shtetit, as nga gjykatat, as nga prokuroria dhe as nga organet administrative. Standardet dhe parimet e elaboruara, jo vetëm nga Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit, por edhe nga Komisioni i Venecias, plotësojnë dhe orientojnë sistemin ton juridik, veçanërisht aty ku ligji është i mangët apo i paqartë. Ato shërbejnë si garanci për mbrojtjen efektive të lirive themelore dhe si shtyllë ndihmëse për interpretimin kushtetues. Gjykata kushtetuese ka reflektuar këtë qasje përgjatë veprimtarisë së saj shumë vjeçare, por edhe në një sër vendimesh të rëndësishme të marra përgjatë këtij viti, për cilat ajo dha interpretime të rëndësishme dhe konstatoi edhe cënimin e të drejtave të individëve në disa prej tyre, siç janë sekuestrimi i provave dhe kontrolli i banesës, korrespondenca dhe mbrojtja e saj nga sekuestrimi arbitrar, standardi i dyshimit të arsyeshëm për masat e sigurimit personal. Këto vendime, në fakt, janë shprehje e qartë të përkatësisë sonë të pakthyeshme në sistemin evropian të drejtave të njerëzit. Lidhur me Komisionin e Venecias, do doja të theksoja se ai ka qenë një partner i çmuar për gjykatën kushtetuese përmes opinioneve këshillimore amicus curia dhe rrjetit të informacionit Codicis. Partneriteti me Komisionin e Venecias nuk është një marrëdhënie mësues-nxënës. Është dialog midis të barabartëve. Kur gjykata kërkon opinion nga Komisioni i Venecias, nuk kërkon leje dhe nuk cedon sovranitet. Komisioni i Venecias ka qenë një udhërrëfyes në praktikën institucionale, duke ndihmuar vendimarrjen, jo vetëm përmes amicus curia, të dhëna mbi kërkesën e gjykatës për çështje konkrete, por edhe përmes standardeve dhe parimeve të elaboruara gjatë veprimtarisë së tij, sa herë është vënë lëvizje nga shtete
dhe institucionet të ndryshme për çështje kushtetuese. Nga ana tjetër, Codicis, bazë të Venecias, nuk është thjesht një bibliotekë digjitale. Është dëshmi se drejtësia kushtetuese flet një gjuhë universale. Kur një vendim i gjykatës citohet në Kiev apo Vilnius, nuk është thjesht një shkëmbim juridik. Është solidaritet në mbrojtjen e lirisë. Çdo vendim i ynë kontribon në këtë thesar të përbashkët të shtetit të së drejtës. Megjithatë, procesi konsultativ me Komisionin e Venecias nuk mund të përdoret për të shmangur ose relativizuar vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat janë përfundimtare, detyruese dhe nuk mund të vijnë në diskutim nga asnjë organ i pushtetit dhe as nga vetë ajo. Kërkimi i një opinioni këshillimor duhet të ndodhë paraprakisht dhe jo të përdoret si mjet për të kontestuar një vendimarrje të dhënë. Kjo është thelbësore për të ruajtur autoritetin institucional të gjykatës dhe për të respektuar ndarjen e pushteteve. Siç e përmenda më sipër, gjykata kushtetuese nuk është një institucion dekorativ. Ajo është arbitri i lojës demokratike. Kushtetuta nuk është pronë e politikanëve, është kontratë me qytetarin. Ne nuk kemi lapsin, por gomën. Nuk shkruajmë ligje, por fshim ato që bien ndesh me kushtetutën. Kjo vetë përmbajtje është forcë dhe jo dobësi. Do doja që në mbyllje të fjalës time të përçoja edhe mesazhin se vetëm demokracia nuk mjafton. Sundimi i shumicës dhe kur është i ligjshëm mund të çojë në ligje që kufizojnë ose shkelin të drejtat themelore. Prandaj është e domosdoshme që demokracia të jetë kushtetuese, me kufi për pushtetet, respekt të sundimit të ligjit dhe një pushtet gjyqësor të pavarur. Vetëm kështu demokracia nuk është vetëm një mekanizëm qeverisës, por një kulturë lirie, përgjegjshmërie dhe llogaridhënie. Drejtësia duhet të jetë jo vetëm e drejtë, por mbi të gjitha kushtetuese. Drejtësia që nuk respekton parimet themelore të kushtetutës rrezikon të bëhet një mjet pushteti në vend që të jetë një mjet mbrojtjeje dhe ligjshmërie. Të drejta dhe lirit themelore nuk mbrohen sepse njihen nga shteti. Përkundrazi, ato janë universale dhe duhet të respektohen për të gjithë dhe nga të gjithë pa përjashtim. Dhe për ta mbyllur, në citim të Victor Hugo do të thoja, nuk ka asgjë më të fuqishme se një ide të cilës i ka ardhur koha. Koha e drejtësisë kushtetuese shqiptare si partnere e plotë evropiane ka ardhur. Ju falenderit për vëmendjen dhe uroj punime të mbara kësaj konference.